Tani për na përshkruar heroizmin që ndan vijet e frontit së bashku këtu prezent dhe nderim na ka bërë edhe General Hysén. Tojmë që të evokoj kujtimet për Nexhatin bashkëftetarin e tij. Nderuar zoti kryetar, nderuar bashkëftetar, bashkëftetar gjithë ju që në mbledhur këtu, veçandi dashur familja Kaboshi, Bos Murat në Lopet, zonja Kaboshi, Bajram Linda, gjithë që jeni të pranishëm. Lejoni së pari që në emrin e komandantit të brigadës Rustem Berisha, gjithë oficerëve, deputetëve prezent, po dhe gjithë bashkëftetarëve të betejës së Kusharës, t'ju shpreh ngushëllime gjithë juve që jeni prezent në veçanti familjes. Nexhati hyn në kategorinë atyre djemve që kodi gjenetik i shtyrit vendosen në balë të luftës për liri dhe dignitet kombëtar. Me një guxim pa shoq dhe me një vetëdijshmëri për të sakrifikuar gjithçka për atë dheun, ai ndodhi të rreshtohej për krah luftëtarëve në vijën e frontit më heroik, atë të betejës së Kosharës. Në këtë betejë heroike ku me forcën e armës u hoq kufirin mes shqiptarëve, Nexhat Kaboshi luftoi i gatshëm që dhe sakrificën ta kthej në pabekësi. Ai luftoi me një tërveri të jashtëzakonshme dhe dëshmoi vlerat e një luftari i cili liri dheut e kishte qëllim, e kishte ideal pa kompromis. Ai kishte kuptuar se liria don gjak dhe don sakrificë, por kishte vendosur që ta kryej këtë detyrë të shenjtë në emër të lirisë së dheut. Prandaj emri i tij do të jetë simbol i qëndresës dhe i dashurisë për dheut. Vepra e tij do të jetë model dhe motivim për brezat, një model se si jetohet e sakrifikohet për lirinë e dheut dhe për kombin. Dhe kjo do të jetë një model edhe për fëmijët e tij që po rriten, edhe brezat që do të vinë, se si duhet sakrifikuar, punuar në vazhdimsi për atë dhe. Kujtimi për te do të mbetet i gjallë në historinë e kombit, do të mbetet i gjallë në mendjet tona, do të mbetet i gjallë në zemrën e gjithë atyre që e ndjejnë dhe gatishmërinë për të sakrifikuar për vlerat e lirisë dhe dignitetin njerëzor. Prandaj, Bas Murat, ju familja e ngushtë dhe gjithë ju bashkëluftarët, mbahuni të fortë dhe njëherë në emër gjithë bashkëluftarëve, Zoti u la shnosh, e atë Zoti e bekoft me rajzë. Faleminderit general, ti falenderoj në emër të familjes Kaboshi. Të nderuar të pranishëm, sot si familje jemi mbledhur këtu për të nderuar jashtëzakonshëm, një hero të vërtet. Një njeri që dha gjithçka për lirinë e dheut e për të ardhmen e popullit ton. Ai ishte simbol i guximit dhe i sakrificës. Ai luftoi për të mbajtur dinjitetin dhe lirinë e kombit. Dhimbja, lodhja dhe sakrificat që ka përjetuar janë të pashlyeshme në kujtesën tonë. Si familje ndihemi të nderuar dhe krenar që ishim pjesë e jetës së tij dhe që ndjem dashurinë dhe kujdesin e tij për ne. Faleminderit të gjithëve që jeni sot këtu për të nderuar jetën dhe veprën e tij. Ne do ta mbajmë gjithmonë në mendje dhe do ta nderojmë për gjithçka ka bërë. Xhaxh, faleminderit për sakrificat e tua dhe për çdo moment që ke kaluar për atë dheun dhe për ne. Nuk do të harrohesh kurrë. Faleminderit. Pranishëm tani po vim të akti ceremonial nga duke i falenderuar ushtarët e ushtrisë të Kosovës nga toku i nderit familjes së Nexhatit. Ftojmë PSK-n komandantin që ta kryejë veprimet e duhura.
Nona e Nexhatit. Ndihi e krenar që rritet një birë të tillë së bashku me vllaun e tij në emër të Këshillit Organizativ, në emër të shoqatave të dalura nga Rauheci dhe Rrethina, ju falenderojmë të gjithëve për pjesëmarrjen dinitetshme që i bët nder veprës heroike të birit ton, vllaut ton, invalidit të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Nexhat Kabashit.